Po më vjen keq për zonën Huduti, po kjo po ka qef me Jo, mos t'ju vjen keq se ne kemi mendimin ton të lirë. Në Kur'an shkruan, thot gratë e juve janë bahçet e juaja dhe urnani po urnani si t'ju dëshpirt. A ka ndryshu roli i antarëve të familjes në familjet e shqiptare? Kemi pasur ndoshta dikur krye familjarin i cili ka pasur fuqin mbi gjithçka sa i përket funksionimit të familjes, ndërsa në ditët e sotme antarët e familjes së cili ka pavarësinë. Përveç rolit, unë kisha dalë të pyetja e Kaltrinës, se normal që feja ka luajtur rol, mirë po familja në islam, po flasë, nga këndvështrimi islam, shehë është nga aspekti fetar, feja është shumë fleksibile, edhe për shtatët, edhe me traditën, edhe me çdo kohë që vjen. Prandaj nuk e shohim një problem që feja mund t'i pengoj që t'a zbeh kushtetutën e institucionit familja tradicionale. Por edhe është një fleksibile. Për shembull, si që pyetët edhe ju që a ka ndryshuar roli i gjinor, i kryefamiljarit. Kryefamiljarit po ka ndryshuar, edhe kjo është për të mirën e shoqërisë, sepse përpara kryefamiljari e ka pas rolin vetëm të furnizimit të familjes, ruajtjes së nderit e të tjera, ndërka që sot gratë janë ma të ngritura, ma të avancuara, jo atëherë kanë qenë vetëm në shtëpia, sot punojnë, janë të avancuara, prandaj edhe jo vetëm roli kryefamiljarit, po ka ndryshu edhe roli i statusit ekonomik brenda familjes. Dhe sot, jo si përpara, gratë janë ato që investojnë për ta ngritur një familje me vlera. Mirë, po pra po them se roli i fesë është brenda identitetit ton kombëtar dhe as pak nuk e dëmton. Po, a ka humbur ndonjë vlerë e dikurshme e familjes shqiptare? Ndonjë vlerë që dikur ka qenë më theksuar, që më ndoshta nuk ekziston? Po më vjen keq për zonën Huduti, po kjo po ka qef me Jo, mos t'ju vjen keq se ne kemi mendimin ton të lirë. Demokracia ka ndryshe. Nuk më vjen keq asë nuk prekëm se dikush nuk mund të më refuzoj apo të mos mi pëlqej mendimi im. Veç vazhdoni, po nga ju ardhur keq. Në besimin e zonjës Huduti, thuhet decidivisht që në Kur'an shkruan, thot gratë e juve janë bahçet e juaja dhe urnani po urnani si t'ju dëshpirt. Jo bash ashtu. Po qysh? Po s'po hymna në thellësi. Po tash kur thuhet se është ashtu, atë kallëzëm qysh është. Kjo është në mënyrë metaforike, shumë gjëra zoti thotë dora ime është mbi ju, po zoti nuk ka dorë. Prandaj duhet shtjelluar më me një panel më intelektual dhe më akademik. Mos ta shtrim diskutimin në rrafshin fetar. Jemi duke folur për familjet në 90%.